Antarët e rinj të Bashkimit Evropian mund të vendosen në një lloj periudhe prove për disa vite, e madje të përjashtohen nga bloku nëse shkelin standarde demokratike. Kjo është pjesë e një propozimi të ri nga Komisioni Evropian, që synon parandalimin e shfaqjes së kuajve të rinj të Trojës në BE, që mund ndjekin shembullin e Hungarisë. Pas pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës nga Rusia në vitin 2022 dhe dëshirës për të integruar vendet e mbetura të Ballkanit Perëndimor, Brukseli ka ringjallur procesin e zgjerimit, i cili kishte ngecur për më shumë se një dekadë. Por pavarësisht mbështetjes për zgjerimin, disa kryeqytete europiane kanë frikë se Ukraina, Moldavia ose shtetet e Ballkanit mund të minojnë parimet e sundimit të ligjit, lirisë së medias dhe pavarësisë së gjyqësorit, e madje të afrohen më shumë me Moskën pas antarësimit. Nuk dua të shënojmë në histori si komisionerja që solli kuaj trojan, që u bën të tillë pas 5, 10 apo 15 vjetësh, tha për Financial Times komisionerja e zgjerimit të BE-s, Marta Kos. Ajo shpjegoi se komisioni po diskuton ide të tilla si një periudhë tranzicioni, një lloj prove mekanizma mbrojtës, megjithëse ato janë ende në fazat e ershme. Në raportin vjetor të zgjerimit të Komisionit Evropian, të publikuar dje, Mali i Zi shënohet si vendi që ka bërë përparimin më të madh në reformat e nevojshme për antarësim. Pas tij vjen Shqipëria, Maqedonia e Veriut është në mes, ndërsa Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina kanë performancën më të dobët. Kos pranon se në shumicën e kryeqyteteve europiane, skepticizmi ndaj antarëve të rinj është më i madh nga sa sugjerojnë qendrimet zyrtare. Përvoja me kryeministrin hungarez Viktor Orban, i cili ka lehtësuar sanksionet kundër Rusisë, ka bllokuar ndihmën ushtarake për Ukrainën dhe ka kryer demokracinë në vend, është një nga arsyet kryesore për këtë kujdes. Komisioni po përgatit propozime për mekanizma më të rreptë për të mbrojtur sundimin e ligjit dhe procedura më efektive për të pezulluar të drejtat ose përfitimet në rastet e shkeljeve. Në rastin e devijimeve sistematike, një shtet edhe mund të përjashtohet nga BE-ja, shpjegoi Kos. Dokumenti thekson se traktatet e ardhshme të pranimit duhet të përfshin garanci më të forta kundër kthimit prapa nga angazhimet dhe të kërkojnë antarëve të rinj ta bëjnë progresin e tyre të pakkthyeshëm. Kjo qasje do të impononte kushte më të rrepta për kandidatët e rinj, përfshirë Ukrainën dhe Moldavinë, gjë që ka të ngjarë të shkaktojë ankesa për standarde të dyfishta. Hungaria tashmë ka bllokuar hapjen e grupeve të veçanta negociuese me Kievin dhe Kishnjevin në fusha të tilla si energjia, konkurenca dhe sundimi i ligjit. Brukseli po kërkon mënyra për ta anashkaluar veton e Hungarisë, duke avancuar përgatitje teknike, ndërsa pret vendime politike. Nuk keni nevojë që Orban të bëjë reformat tuaja, tha Kos. Ajo që është më rëndësishme është të zbatoni ato në të vërtetë, dhe si Ukraina ashtu edhe Moldavia kanë ende shumë punë për të bërë. Ajo theksoi se lidhja e dy vendeve në një paket është artificiale dhe lat kuptoi se proceset e tyre mund të ndahen. Kos hodhi poshtë akuzat se rregullat e reja do të krijonin antarësi me 2 nivele, duke siguruar që kandidatët që respektojnë në mënyrë strikte sundimin e ligjit nuk do të përballen me kufizime. Përveç kësaj, Komisioni dëshiron që antarët e ardhshëm të integrohen gradualisht në programet evropiane edhe para antarësimit të plotë, për shembull, përmes mburojjes së demokracisë së re, një iniciativë kundër rreziqeve të rënda demokratike brenda BE-s. Ne arritëm të ndalojmë Rusinë që në derën e përparme, tha Kos, duke u referuar rezistencës së Ukrainës, fitoreve zgjedhore pro-evropiane në Moldavi dhe mbështetjes publike për antarësim në rajon, shkruan Financial Times, por nëse nuk vazhdojmë me ritmin e zgjerimit, frika ime më e madhe është se rusët do të hyjnë nga dera e pasme.